Drizari, një nga 58 fshatrat e Mallakastrës, shtrihet në një zonë kodrinore me sipërfaqe rreth 20 km2 në një lartësi prej 400 metrash mbi nivelin e detit. Fshati gëzon një klim të butë, të ndikuar nga afërsia me lumin Vjosa dhe detin. Vera është e nxehtë, ndërsa dimri është i lagësht. Bimësia dominohet nga shkure mesdhetare si pralli dhe dafina, ndërsa kultivohet ulliri, pemët frutore dhe duhani. Në hyrje të Drizarit ngrihet rapi Vodicës, një monument natyre me moshë rreth 700 vjeçare, i njohur dhe si rapi i ujit, me mbi 30 metra lartësi dhe një trung me diametër rreth 8 metra. Kjo pemë mbarti histori dhe legjenda që lidhen me periudhën mesjetare. Përveç se piktakimi, mbledhjesh dhe kuvendesh për fshatin dhe zonën, thuhet se dikur ishte ndalesë për karvanët. Rrëfenjat flasin dhe për pasuri të fshehura dhe për karvane të grabitura, që kanë tërhequr ndër vite kërkues amator të arit. Edhe sot, nuk mungojnë ata që krejnë zonën me detektor metalesh, duke u parë me habi dhe kuriozitet nga banorët autoktonë. Pranë rapit, Avdis Salaj dhe djemtë e tij nga banorët e pak që kanë rezistuar joshjes së emigrimit, kanë ngritur një restorant familjar, duke mbajtur kështu gjallë jetën në Drizar. Pyetëm për Avdiun dhe na thanë se ishte në Mone. Në Drizar, Mone i thon Stanit. Avdiun e gjetëm pranë të qesë së famshme të fshatit, një vend i rëndësishëm ku është rritur dhe ka shërbyer Haxhi Dede Reshat Bardi, kryegjyshi i parë Bektashi, pas rënies së komunizmit. Fshati Drizar përbëhet rreth sot 130 familje. Por të gjitha familjet vetëm kanë ngjerë moshë tretë. Nuk ka. Dhe pak a shumë është fshat i vafër. Na vetë struktura që ka dhe mbajt me migracionin. Dhe me sa ferma të vogla blegtorie, jo dele, mashtrim dele dhe dhi. Dhe më shumë me migracionin, domethënë një ka shkëndar djem në Itali, Greqi, gjitha dhe Evropës dhe në Amerikë. Dhe pak a shumë këto familje që kanë ngjerë sot tu, po thua që rrallë gjenë djemë të rinjë. Rrallë. Edhe ata rrinë 3 muaj këtej, 3 muaj ikin Greqi ose në Itali ose punojnë për zonat të ndryshme. Dhe qatë themi në... Po si mund të thoni që është fshat i varfër kur në rrugën që erdhëm këtu ishte i mbjell me ullinj, totalisht i gjelbëruar, anës Vjosës, anës rrugës kryesore? Shiko, faktikisht ne kemi bërë këto me forcat tona, se ne shteti na ka ndihmuar. Tash ne dëgjojmë subvencionime ose tujt ose tu, i kemi bërë forcat tona, por këto janë, domethënë, janë bërë në kohën mbrapa. Tash nuk ka mashtrim tulli më përpara. Tash i kanë bërë 10 vjeçar, 15 vjeçar. Ulli është ai. Dhe dihet që ne jemi dhe fshat i thatë, nuk ka ujë. Detyrimisht, këtu ulliri një vit bën, një vit s'bën. Po edhe ati që mbjell tash edhe unë mbolla si vjet ulli. Mbolla për shteti mua, unë mbolla rreth 6 lymë ulli. Shteti mua, unë mbolla me forcat e mia. Nuk më ndihmoj. Edhe shteti do na ndihmoj çik në këtë. Thoti do mashtrojmë, jo do bëjmë këtë, jo do bëjmë atë, por ne nuk shikojmë gjë. Por ju jeni një banor atipik i këtij fshati. Pra, në vend që t'i lini djem në emigrim, ju i keni sjell djem këtu dhe keni një restorant në atë që quhet Rapi i Drizarit. Si ja dilni ju? Unë faktikisht nuk renda shumë mbas kurbetit. Atëherë kur mu dha mundësia që shteti dha tokë me qera, dhe unë mora një cop tokë aty, rreth 300 metra tokë, dhe ngrita një restorant. Dhe djemtë kanë pasur në kurbet, djemë tashim kanë ardhur mua. Unë ngrita punën pak e na pak, bëra lokalin, mashtrimin e blegtorisë. Dhe pash që vetëm me gjithë plakën nuk e mbaja dot tash. Unë jam 74 vjeç. Plaka po vete 65 vjeç. Nuk e mbani vetë. Edhe u bëra thirrje fëmijëve.
hajde bëjmë blektorin, edhe me atë pur merremi si familje. 2 djemë, 2 nusët, 2 në plejt. Ja, unë tash ja, shikoj. Unë merrem me tufën time, djemë merrem me tufën e tyre. Sa blektori keni, sa bakti? Rreth 300 kokë. 300 kokë. Të cilit lloj keni? Edhe dhenë edhe dhi, po më shumë i kemi dhi. Ju përdorni për të shitur mish dhe qumësh apo e mbani vetëm për... Mbaj për vetëm për lokal. Edhe djathin, edhe salcën, dhallën, kozin, qumshin, të gjitha mishin, unë i kam bio, i përdoj vetë. Të gjitha. Si ecën punat e lokali? Ka interes? Deri tash ka ecur mirë, se u ngrit puna në ardhja e fëmijëve, ata janë të rinj, jo me marketinge, jo me reklama, jo kështu, është ngritur puna. Edhe me gjëra që janë gjëra të freskëta, gjëra edhe më shumë punoj me porosi. Punoj edhe me zojshati. Konkretisht çfarë ofroni tek lokali? Unë përdor vetëm mish kese dhe mish qengji. Nuk përdor as mish gisi, as tujte, as lloj tjetër, edhe zojshati. Me saç edhe me furr. Me saç me furr përdor. Dhe klientët tuaj nga vinë zakonisht? Janë të zonës apo? Jo, klientët janë nga më të ndryshmit. Që nga Tirana, Vlora, Durrësi, Saranda, Gjirokastra, edhe zona, po më të shumë të klientët janë larguar. Për gjithë ata që nuk e din, nga ndryshon për shembull mishi që ju prodhoni këtu në fermën tuaj apo në baktit tuaj nga një bakti për shembull e marr nga importi. Ajo bie syze, mishi ai do vit ha një herë, po si pëlqen mishi s'vjen me. Ai 10 mishi pralli, keci pralli. Ose edhe qengji trendelinës, plus trendelini, ja shikoj si është vetë, gjelbrim. Ajo dihet. Ajo kupton me një herë në shije. Keni menduar ta zgjeroni më tej biznesin tuaj apo ka që janë mundësi? Po, jo, kemi perspektivën, themi që të shtojmë edhe kaq sa kemi. Po është e vështirë edhe për çoban. Nuk ashtu, megjithatë vjen edhe djemt vet. Plus i kam i çoban, po vjen edhe djemt vet, unë po rri vet çoban. Po kisha çoban rria vet. Po rri vet, unë para punë poshtë, thera, poqa, erdha lart. Po për akademinë e barinjve çobanëve, që thoshin që do hapet një shkollë për çoban. Unë e thom, pa unë therja me berje, nuk di, në shumë gjë. Ne po mundojmë të gjejmë njëra ata që vinë andena jashtë. Të aplikojmë andena ato zyrat e punës, ku aplikohet, të plan kemi, po shikojmë njërë. Dhe ju shikoni mundësi konkrete që mund të shtoni, nëse gjeni forcë? Po. Nëse do gjeni forcë punëtore, do t'i shtojmë edhe kaq sa kemi. T'i bëjmë rreth 600 kokë. Drizari, përveç se për rapin e Drizarit që është i famshëm, ku ndodhet edhe restoranti juaj, për çfarë gjë tjetër njihet? Njihet edhe për teqen. Teqet e Drizarit ka qenë njëra teqet më të mira në kohën para se të prishin. Ktu kanë shërbyer edhe 2 sheler të mëdhenj. Edhe Dede Ahmet Miftari edhe Dede Shatbardhi. Por nuk është bërë i festim. Ajo pak a shumë është në gjendje të mëruar. Që kur u bëj investimin radhë dhe atëherë fillim, e tash ashtu ka ngelur. Mi që u pastrua para një 10 ditësh, se të hante i gjatë i gjallët. Vin peligrin për të vizituar? Vin, po si vin në vendet ndryshme, Tirana më shumë, Kruja, plus zona, po Tirana, Kruja, se ai Dede Reshati ka qenë në fshatat e Tiranës, në Albanë e Tiranës ka qenë. Edhe kishin besimtarët e tyre. Por nuk është rregulluar mirë. Gjë tjetër, investime në infrastrukturë ka pasur në fshat? Po. Edhe të paketë e malit kam aplikuar edhe unë. Për të bërë disa shtëpi druri, se këtu vinë shumë turistë, që i bien me motorra, rrugës të zbresën po qemë, zbresën kutë, vinë në teqet. Po shikoj, se sot të bëj shtetë. Do t'ja provoja. Edhe kanë aplikuar edhe zonën andeja për paketën e malive, në 2 vende. Buz Vjosës. Se kjo është edhe fshat, po që kështu fshat larë që duket gjithë zona, edhe deti. Shikojmë, kurse kështu ne infrastrukturën e rrugës nuk i kemi keq, që kemi festuar, ka festuar bashkia. Janë mbyllur në lagje, në fshat, janë mbyllur rrugës. Problem kemi pak aty, nga Rapi dhe në Frata. Që është deformuar çik rruga, po investimi në rrugës e kemi mirë. Mendoni
që do vi një ditë kur Drizari do të popullohet dhe njerëzit do kenë interes për të Por, ardhur të shikoni, investuar? faktikisht, fshat Drizar ka bërë investime të reja. Për shembull, 2 lagje i kanë restauruar shtëpitë, i kanë bërë të reja. Jo çatira, jo mure, jo i kanë rregulluar. Dhe kjo tregon që unë mendoj se do kthehen një ditë. Do vinë, të gjithë nuk do vinë, po një pjesë do vinë, se derisa ka bërë investim, ka mbyllur linj, ka investuar shtëpi, ka bërë atë, detyrimisht. Mendojmë se do kthehen. Në të ardhmen. Po nga pikpamja historike, keni ndonjë figurë të njohur, njeri i cili i ka dhënë kontribut qoftë çështjes kombëtare apo njerëz? Po, na luftën e parë, jo këto luftat e nacionale shqiptare, po edhe në kohën e parë dhe në kohën e Zogut ka pasur figura të ndritura, edhe në kohën e Rapa e Kalit, Drizari ka marrë pjesë edhe në Janin, në luftën e Janinës ka pasur. Lumë Elmazi na lagja këtu më tanë, ka qenë për krah Rapa e Kalit, po ka qenë Idris Danua, njeri përparimtar. Ka hapur shkollën e parë në Frata, shkollën e parë shqipe, ka hapur fabrikën e miellit. Domethënë kjo ishte civilizim në atë kohë, po flasim para 78 vjetësh, që nuk kishte as shkolla, as fabrika, as tujtë as tu. Dhe kështu që edhe shkolla e parë shqipe në zonën tonë ka hapur Idris Danua. Po na fshaty këtu. Edhe shkolla juaj e vjetër është, vjen që në 20. E vjetër është edhe kjo. Po kjo është hapur vonë, po kjo është hapur shpejt. Kjo me Fratët është hapur shpejt fare. Para se të ashu Zogu, është hapur shpejt. Mori tokën e ka marrë këtë në Aredin Fratari. Tokën e ia fali Aredin Fratar për bërë shkollën aty, dhe bëri shkollën. Kështu që ka pasur. Edhe plus pastaj në kohën e sistemit kemi pasur Diko Zeqo, komandant të Gardës së Republikës, Diko Zeqo, deri dies Savdiq. Edhe sot i thon Diko Zeqo, reparti sigurimit të shtetit. E shumë tjerë. Dy fjalë për gjithë ata banorë të Drizarit që do dëshironin të kthehen. Si do t'i ktheheshin? Si do t'i nxisje për të ardhur në fshatin e për të... Por të si do nxisur ata? Ai një herë do vit te vendësia. Do investoj te vendësia. Atë u them ti vetrin. Tash unë e di sa marrën Andera Greqet, djem në Kurbeti pata. Unë e di sa mirën ata. Tash edhe ajo ditë e punës edhe këtu është 40.000 lekë. Po 40.000 lekë puno, edhe nda këti e shtëpi. S'do paguash as qera, as drita, as ujë atje, as rroba, as tujt as tu. Po ti këtu e shtëpi tënde, do punosh tërë ditë dhe nda shtëpi. Edhe më mirë, edhe kjo është propaganda që ai duhet vit punoj këtu. Edhe paka shumë kanë ardhur sa djem të rinj që punojnë këtu. Edhe thonë vetë ato tash që është më mirë këtu se ne këtu ato lekë do shpjem nda shtëpi. Kështu, edhe kjo është ajo. Po edhe do merren edhe me blegtori, blegtoria është ngritur vlera. Do bëj ferm, të vogël. Detyrimisht. Ja kjo është ndritja, se pa punë. Qa do shqetë, qa do haj? Po punoj unë, 75 vjeç, jo, djem të rinje. Shiko ku jam unë, shiko. Ja. Majtë malë. Majtë malë, në sjellë, Që të veshë? Mirë po. Edhe moshe. Restoranti Avdiut punon me porosi, me mish vetëm nga baktit që rrisin vetë, kec dhe qinj në saç, hell ose fur. Po kështu, djathi, bajullirit dhe perimet janë të gjitha nga mone e tyre. Punojmë me porosi, thot nipi Avdiut, një nga menaxherët e lokalit. Mishi i hellit nuk ngrohet. Ata që e njohin mishin e din. Nga momenti telefonatës deri te pjekja duhen 6 orë, përfshirë therrjen dhe rrjepjen. Njerëzit këtu vinë për shelek dhe kec, nuk kemi mish tjetër. Por realiteti mbetet i vështirë. Emigracioni ka lënë pas rrugë të heshtura dhe një shkollë historike e hapur që në vitin 1992. Sot, ajo ka vetëm 2 nxënës.
Banorët flasin për një fshat që po shuhet ngadalë, mes kujtesës dhe përpjekjes për të mbijetuar. Unë jam Viktor Liga Drizar. Viktor, ju merreni me blegtori apo? Këtu merren me të gjitha punët. Kem blegtori, bujqësi, ullinj, çfarë të duash. Po si a dini, jeni i kënaqur? Çaj kënaqur, të thuash i kënaqur, lodhemi shumë edhe çfarë të kënaqur thuaç. Çfarë të kënaqur thuaç. Edhe me këto që ndodhen tash me këto çmimet e larta. Cila është kultura që kultivoni më shumë dhe kam shumë interes këtu në Drizar? Shiko, këtu për tani, për momentin tani janë vetë të mulliri. Më përpara ka patur gruri, ka qenë kështu përparësi, duhani, lule diellin kone monizmit. Edhe duhan. Po në atë kohë, edhe ka pat menim rezultatet e shkëlqyera në atë kohë. Sot ka ngel vetëm të sherë, jonjë, edhe barë për të kullotur baktit, ato pak bakti që janë. Po baktit, i kultivoni për mish, për qumësh dhe ku i çoni? Unë për vetë time i kam për nevojat e familjes. Kam lot dhe i. Për nevojat e familjes. Se s'kam ku vete gjikundi, jam në një moshë i s'luiz do të gjikundi. Ke mundësi të shtosh? Apo s'mando të shtosh? Shiko, tash i mosha bën e të sajnë. Ndim s'kemi. Po të kesh ndim, i shton. Po të themi si fshat, më para kemi qenë fshat blegtoral. Tani janë shumë pak. Po të rinj në fshat nuk po shikoj njerëz. Nuk ka, mosha ime, unë jam 62 edhe kam kaluar. Je më i vogël i fshatit. Ka, mund të ketë e më të vejlë, po në 50 nuk gjenë këtu. 50 do të jenë pak, mund të jenë 2-3. Mos e madhe, mos e tretë. Po si bëhet se këtu? Se bëhet tim, u të dim që ato bëhet. E një fëmijë keni? Unë kam 3. Po kam vajzën të martuar, është në punë saj, kam 2 djemë, një kam në Tiranë ushtar aktiv, njerin këtu e kam dhe. Ka punon për këto hotelerit. Për momentin e kam këtu. Është në fshat? Pa fshat. Po djemë të fshatit, s'kan interes të këthen këfare, ose të rinë që të vinë, shiko tani, mes të dëgjojnë ata kanë zënë edhe familjet, kanë zënë vend, kanë krijuar familje, shtëpi në për Europë, se ndonjë kushte të vështira në s'kemi, se rrugën e kemi. Nuk ka qajmi, rrugën e kemi. Ujtë kemi. Të thua që janë bërë ndërtime, nuk themi. Janë bërë në goxha ndërtime. Edhe këtu në fshat. Janë kthyer shumë. Një mesazh që kishit për njerëzit që na qeverisin për shtetin shqiptar. Njerëzit që na qeverisin, shiko, unë jam i majt jam. Den baba den. Këtem që, po që kanë gabimet e tyre edhe këta, kanë shumë gabime. Me çmimet, me këto përçmisin me çmime naftës, çmime ushqimeve. Me zgjojmë tani në 3.500 lekë, 4.000 lekë domatja. Unë nuk e marr kurrë sa të jem gjallë, për vetë time. Kur them për vete edhe fshati, nuk ka fshatar ta marri 4.000 lekë domate. Po ju mund ta kultivoni vetë? Vetëm, mund të kultivojmë, por ne kemi ujë të pishëm. Vetëm ujë të pishëm, s'kemi ujë të vadishëm. Mes historisë, natyrës dhe sfidave të sotme, Drizari mbetet një pasqyrë e qartë e realitetit rural shqiptar. Një vend që ka shumë për të treguar, por gjithnjë e më pak zëra për ta rrëfyer. Ky të dashur miq të Blues ishte fshati Drizar, një fshat i vendosur në kodrat e Mallakastrës, anës lumit Vjos, përballë maleve të Labrisë. Një fshat i bekuar në të gjitha kuptimet. Një fshat me bujqësi, një fshat me blegtori, një fshat me diell, një fshat me ujë, i bekuar prej Perëndisë, po fatkeqësisht i harruar prej njerëzisë.